Sa është për gjopë? Siç po e shemi, jemi para objektit të gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës. Ky të paktën është emri formal i këtij institucioni, mirëpo funksioni i këtij institucioni tashmë ka ndryshuar plotësisht. Edhe ky institucion publik, sikur shumë të tjerë, nuk i kanë shpëtuar kthetrave të PDK-s, pra janë kapur nga PDK-ja. Ky institucion do duhet të ishte i tillë që i mbron kushtetutshmërinë e Republikës Kosovës, mirëpo kohët e fundit gjykata kushtetuese tashmë e PDK-s është shndruar në shkelcën kryesore të kësaj kushtetute. Rasti ndoshta më ilustrativ dhe më flagrant i shkeljeve që ka bërë kjo gjykatë është ai i falsifikimit të nënshkrimit të gjyqtarit ndërkombëtar Robert Carolan. Po citoj: "Unë nuk kam marrë pjesë në vendim sepse edhe më parë e kam larguar veten nga ky vendim." Kështu shkruante Robert Carolan në letrën drejtuar avokatit popullit me 2 shkurt vitit 2015. Ky falsifikim është bërë në vendimin ndaj kërkesës së avokatit të popullit për dekretin e presidentes Jahjaga, ku jashtëligjshëm ajo u vazhdonte mandatin gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese. Edhe pse ishte tërhequr nga vendimarrja në këtë rast, në këtë vendim, çuditërisht në përfundim në vendimin zyrtar të kësaj gjykate figuronte edhe emri edhe nënshkrimi i këtij gjykatësi ndërkombëtar. Sigurisht duhet të cekur se pa pjesëmarrjen e këtij gjykatësi apo në këtë rast pa falsifikimin e nënshkrimit të këtij gjykatësi, do të pamundësoj kuorumi prej 7 gjyqtarëve për të marrë vendime të ligjshme dhe rrjedhimisht vazhdimi i mandatit të këtyre gjykatësve ndërkombëtar është jashtëligjshëm. Ky akt e inkriminon drejt për drejt kryetarin e kësaj gjykate, Enver Hasanin, duke i cili është përgjegjës për çdo mbarvajtjen e secilit proces në këtë gjykatë. Përveç shkeljeve etike, për cilat Enver Hasani shquhet shumë, ai në këtë rast ka bërë edhe shkelje të kodit penal të Republikës Kosovës, më saktësisht të pikave të cilat do t'i përmendim më poshtë. Ai ka bërë falsifikim të dokumentit zyrtar sipas nenit 434, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar sipas nenit 422, legalizim i përmbajtjes së rreme sipas nenit 403, rastet të posaçme të falsifikimit të dokumenteve sipas nenit 399 paragrafi 1.3, si dhe nxjerrjen e dokumenteve të kundërligjshme vendimeve të gjyqësorit parashikuar sipas kodit penal. Enver Hasani, siç e thamë më sipër, është përgjegjës kryesor për degradimin e zbatueshmërisë së kushtetutës në Kosovë. Thank you.